Mirë se vini në episodin e radhës në shëndetin e parë, ku sot do të trajtojmë një temë që prek pothuajse secilin prej nesh. Dhimbjet që i përjetojmë çdo ditë, por shpesh i injorojmë ose nuk i kuptojmë siç duhet. Nga dhimbja e shpinës së poshtme, te tensioni në qafë, nga puna në zyrë apo qëndrimi i telefonit e deri te problemet që lindin nga aktiviteti fizik apo palestra, këto janë shqetësime reale që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës sonë. E sot kemi të ftuar fizioterapistin Blend Bytyqi, me cilin do të flasim për dhimbjet më të zakonshme që nuk po zgjidhen. Pse këto dhimbje vazhdojnë? Çfarë po bëjmë gabim dhe kur është momenti të kërkojmë ndihmë? Për këto dhe çështje tjera, Blend, mirë se erdhe në podcastin Shëndetin e parë dhe mos harrojmë që ky podcast mbështetet nga United Hospital. Faleminderit shumë, është kënaqësi për mua me i shpjegu këto gjëra që janë shumë të rëndësishme. Në radh parë me shëndet mirje. Po. Kjo ka rëndësi, puna mirë? Mirë, unë për vetë jam i disciplinuar me aktivitet fizik. Pacienti i parë i ditës jam unë, dhe pastaj filloj me të tjerë. Si e trajton veten? Kam një rutinë interesant, çona shumë herët, filloj me ushtrime, pastaj ha mëngjes edhe filloj në punën deri në orët e vona punoj gjatë, po besoj që pa aktivitet fizik nuk kisha mujt me përballu sasinë e punës që e kena, edhe pa një plan të mirë të jetës, se si fizioterapeut na kena nevojë me i menaxhu edhe energjitë tona. Se është punë që mundet me të shpenzu edhe fizikisht edhe psikikisht për shkak përgjegjësisë madhe që e kena. Sigurisht, energjia e akumuluar gjatë ditës riakumulohet në mëngjeset tuaja, që bëni mirë që në mëngjes i bëni gjitha këto ushtrime për të marrë energjinë e nevojshme për t'u dhënë atyre që më pas ka nevojë. Se sigurisht, pa qenë trupi mirë, juaj nuk mund të jenë të tjerët mirë. Blend, pak më herët ne biseduam para se të hyjmë në podcast, sigurisht, që 10 vite je duke ushtruar profesionin e fizioterapistit, ndërkohë që sigurisht ju keni edhe familje, nuk është që merreni vetëm me punë gjatë gjithë kohës. Si e menaxhoni punë, familje, ndoshta edhe shoqëri? Unë mundona me u zgju sa më herët, domethënë ditën e filloj shumë herët, punoj vetëm klinikën time. Ditët i kam shumë gjata, 12 dhe në 14 orë jam klinik, po mundona që mas orës 7 me ju përkushtu vetëm familjes, edhe vikendin e kam për familje, kështu e menaxhoj. Për ndryshe si hobi kam edhe motorat që i du shumë, edhe qështu do thotë je nga shpejtësia, motorat? Jo, motorat e malit. Motorat e malit. Do më thonë, jam më pëlqen natyra shumë, sidomos bjesht, në Kosovë kemë vene shumë të mira për me hecë, ose për me dalë me bo rekreacion. Njoni për sporteve që e bojna është me motora, më pëlqen shumë, se është në natyrë, jo në rrugë, është pak me sigurt, po është pak ma sfiduese fizikisht për shkak të terrenit, po ndihmon me qenë në moment shumë. Pse ndjejmë dhimbje? Një fenomen, një smundje, një diçka që ne përjetojmë çdo ditë. Dhimbja është një alarm i trupit, që duhet me u interpretu prej profesionistit shëndetësor, se çka po ndodh. Mundet me qenë një alarm shumë serioz, po në shumicën e rasteve nuk është indikacioni më i keq për shëndetin e njeriut. Mundem me çujt që dhimbja mundet me qenë edhe shumë mik i mirë i njeriut. Në kuptimin? Në kuptimin sepse nëse nas kishim pas dhimbje, kishim fillu me i bë dëm trupit. Për çet arsye dhimbja është një sinjal për ndryshim. Do më thënë një frazë shumë e mirë që të kthe në pikën zero të pozitivitetit. Do më thënë, pa një sinjal që siç është dhimbja, trupi nuk do ta dinte se ku i ka të metat e saj. Shumë e saktë. Po mirë, Blend, pse dhimbja e pjesës së poshtme të shpinës, shumica nga ne themi nuk po më kalon, edhe pse do më thënë po pushoj në maksimum, e kam një ditë shumë të lodhshme të ditës, por gjithmonë kam një dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Pse vjen kjo? Shumicën e rasteve kur dhimbja nuk largohet, fillimisht dyshojmë se ekzaminimi nuk është bo
i sakt. Do më thonë, fillimisht nuk është gjetë shkaktari. Po. Kur nuk gjendet shkaktari, nuk mundet me u trajtu sakt. Këtu fillon gjithçka. Një ekzaminim shumë i mirë e përfundon të paktën 50% të punës për neve si profesionist shëndetësor. A duhet të përdorim barna? Ose kur duhet? Ne si fizioterapeut absolutisht nuk jemi kundër barnave dhe këta du me cek edhe publikisht edhe haptas. Barnat janë një prej mënyrave qysh me bo jetën më të lehtë përkohësisht. Për shembull, nëse pacienti ka dhimbje shumë mëdha që e prishin cilëtetin e gjumit, e prishin cilëtetin e punës, tjetës. Kjo kish me ndiku te pacientit që me pas një cilëtet shumë dopt tjetës. Edhe për çata një specialist tjetër, jo fizioterapeut, rekomandon barnat që me pas pak më të lehtë procesin e shërimit. Pastaj, fizioterapia të këto probleme ka rol kyç, sepse nuk është e mundën me zgjidh problemin vetëm me barna. Kjo është evidentume, se barnat nuk e trajtojnë shkaktarin në këto raste, po vetëm e përmirësojnë pacientin përkohësisht. Do më ndihmosh me një term për cilin unë për herë të parë u ballafaqova, dhe kishte të bëj me pjesën e dhimbjes afër nervit sciatik, që quhet, këtu e kam në letër të shënuar, sciatica? Sciatica, sciatica, po, është problemi... A mund ta sjellojmë pak këtë problem apo sëmundje? Po, nervi sciatik del prej unazave, jo vetëm prej një nivelit, do më thonë, formohet prej disa unazave në boshtin korrizor, edhe është nervi më i madh në trupin e njeriut. Për çet arsye, mundet mu afektu... Që ta tregojmë dhe për publikun, ka të bëjë nga pjesa e shpinës deri te pjesa e këmbës. Do më thonë, për arsye se është nerv që buron prej disa zonave të shtyllës korrizore, jo për shembull vetëm prej L5-s, po disa zona e formojnë nervin sciatik. Ky është nervi më i madh në trupin e njeriut. Nervi sciatik, apo kjo sciatika që njihet në gjuhën angleze si diagnozë, është simptom. Simptoma e nervit sciatik duhet me profesionisti shëndetësor ka për detyrë me ditë shkaktarin këtë rast, nga cila zonë vjen irritimi, është komprimim i rrënjës nervore që del pi shpinës apo periferisë, sepse kjo tregon shumë për suksesin dhe për prognozën e pacientit që ka me pasën këto raste. Andaj ekzaminimi i duhur është shumë i nevojshëm në këto raste. A është problem serioz apo thjesht është një mit apo një thënë nga njerëzit? Nuk është mit, definitivisht është problem serioz që kanë shumë njerëz, po nuk është edhe aq shumë për mu frigu si dhimbje, po nëse kemi simptoma në këtë rast neurologjike, atëherë patjetër se na vyn bashkëpunim me profesionist e tjerë shëndetësor për me kompletu ekzaminimin e duhur, me pas diagnozën e saktë edhe me bo trajtimin sa më adekuat që duhet në këtë rast. E lem profesionistët tjerë sa i përket ekzaminimit, trajtimit të këtyre rasteve, por cili është roli i fizioterapistit në këtë rast për këtë problem kaq serioz? Nëse ka dy mënyra, nëse vjen si kontakt i parë të fizioterapeuti, është na e bëjmë një vlerësim klinik. Vlerësimi klinik është ajo që nëse ki problem të me nervin sciatik, na duhemi me ekzaminu pacientin edhe me testu sakt se prej nga po vjen problemi. Kjo përfshin të e bu një ekzaminim fizik, që është vetëm një pjesë e trajtimit. Prekja, testet, na i quajmë edhe disa stres teste funksionale, teste neurologjike. Muj me thonë që të një fizioterapeut serioz, keni me kalu për të paktën 5-6 teste fizike, minimumi po flas, para se me fillu një trajtim me fizioterapi.
për shembull është testimi neurologjik, testimi muskular, merret anamneza e plotë e pacientit me pas se çfarë stili jetës bën, shihet pak më shumë merret në pyetje pacienti, ka shumë pyetje që i bëjmë, historia e kaluar mjekësore është kritike në këto raste me ditë çdo informatë mundshme për pacientin, qoftë edhe smundje tjera që ai mendon që nuk janë relevante, edhe kështu e kompletoj me kene një pasqyrë të saktë se për çka ka nevojë pacienti. Asnjëherë nuk funksionon vetëm njëna prej këtyre modeleve ndamas. Është aspekti psiqik, është aspekti fizik, është aspekti i social, është aspekti... Si keni marrëdhëniet apo bashkëpunimet me pacientët? Fizioterapia... A janë bashkëpunues pacientët? Pacientët janë shumë bashkëpunues edhe mendoj që pa pas bashkëpunim shumë të afërt edhe besim njëri tjetrin pacient fizioterapeut nuk mundet pacienti me pas sukses. Edhe nëse unë jam fizioterapeuti më i mirë në botë, apet nëse nuk ekziston besimi, atëherë unë nuk më i ndihmu atij pacienti. Ekziston hezitimi i një pacienti nëse pacienti është i gjinisë së kundërt për ta marrë në do më thënë, nën trajtim një fizioterapeut ose fizioterapeute? Din me ndiku, po jo në mënyrë signifikante. Unë mendoj që besimi bazohet më shumë në profesionalizmin. Do më thënë, a ka ndryshuar sistemi jon i vedisimit që Po, unë në klinikën... Mjafton të jetë profesionist, mjafton ta kryej punën e vet, nuk ka lidhje se çka është. Në klinikën time kam një kolege që punoj me to, edhe pa problem që... Do më thonë, punoni të dy? Po. Edhe pa dhe varet nga zgjedhja e pacientit apo... Sakt, ne kemi shkollim të ndryshëm, edhe varet nga problemi i pacientit se... Nga problemi, jo zgjedhja. Po, jo zgjedhja, nga problemi, sepse na jena të edukum pak në format më të ndryshme, shkolla pak më të ndryshme, këto kemi bërë qëllimisht që me ofru një diversitet me shërbime. Sigurisht. Edhe në... Keni të kompletuar? Po, t'jena të kompletuar, po, sakt. Po. Jemi tash te një temë që qarkullon, për në fund ne prap nuk bëjmë asgjë. Ne e kemi prap në dorë. Është telefoni. Sa po na dëmton? Telefoni është një mjet. Mundet me të ndihmu shumë edhe mundet me ta përkecu shumë jetën. Varet si përdoret. Po, edhe është e vërtetuar me shkencë që njerëz që rrinë ulën edhe kjo jeta sedentare, këta njerëz kanë më shumë dhimbje. Kjo është e vërtetuar me shihet. Po nuk është i vetmi faktor, nuk do të thonë që nuk mundi me i përballu këtë dhimbje. Po këtë dhimbje duhet me i mujt me një trajtim duan edhe një aktivitet fizik. Do të thonë në çet aspekt trajtohet, nuk mundem me alon fajin një gjaje një jetë, po do të me këshyrë se çka jena të bo se komplet, nëse i ki 24 orë në ditë, një ushtërën 8 punën, edhe pjesën tjetër nashte nuk e kalon në kohë poshtë, unë nuk besoj që ki me pas problem. Po duhemi me ndërtu tash këtë kapacitet, edhe këtu hyn roli jonë si fizioterapeut, nëse ti ki nevoj me punu, se na pa punu nuk mënëm, pa najt nuk mënëm. Sigurisht. Tash do me ditë qysh me menazhu, qysh me ndërtu kapacitetin që me mujt me përballu punën që e bojna. A jemi mjek të shëndetit ton? Dëhet me konë, nuk mundet kërkosh me ju ndihmu. Dikush mundet me ta kallëzu rrugën, po s'mundet me ecë për ty. A mund të vinë dhimbjet e kokës vetëm nga qafa? Dhe si ta bëjmë dallimin mes kësaj, domethënë se nga na vjen dhimbja e kokës? Dhimbjet e kokës do në dy lloje, që i quajmë na primare dhe sekondare. Këto janë dhimbjet që janë primare trajtohen vetëm nga neurologu. Disa prej dhimbjeve sekondare janë me çdo prejardhje pej qafës. Mundet me pas irritim një anës anë qafës ose shtrëngim të kësaj zonës këtu. Po në këto raste do të më bëjë një ekzaminim shumë i kujdesshëm, një vlerësim shumë i mirë, që pacienti me marrë trajtimin
sa ma duhen. Shumë shpesh, aty ku dhem, mundet mos mu kam problemi, që ata nëse dhem kryt, duhet me këshyr referimin pe qafës pa tjetër. A e tepron shoqëria jonë me përdorimin e barnave kundër dhimbjes së kokës? Po, definitivisht çdo pacient që ka me kokëdhimbje përdor barna, së është një dhimbje që nuk kalon shumë lehtë, menaxhohet me fizioterapi, nëse është kokëdhimbje që i përgjigjet cervikales apo qafës, shumë përdoren barnat, për shkak që e bën jetën të pajetueshme pa to. Andaj duhet një strategji shumë e mirë afatgjatë për me i menaxhu këto probleme sa më mirë. Cili është ndikimi i përdorimit të ujit në organizmin tonë? I përdorimit të ujit? Po sakt shumë mirë ndërlidhem tash te kokëdhimbjet, se na kemi pas një paciente që nuk bëni kur çfarë zgjidhje me trajtime ndryshme edhe pej profesionistëve tjerë, pej profesionistëve si janë. Atëherë ka raste ku na duhemi me ndal trajtimin fizik kur diçka nuk funksionon, po me dëpërtu ma shumë jetën e pacientit me pas se çka po ndodh. Atëherë kom pas që kjo paciente asnjë got ujë në ditë nuk e ka pi, edhe normal që ka me pas kokëdhimbje ma shumë, këto lidhen direkt. Nëse nuk deni me bo eci as pak, edhe kjo e përkatson shumë kokëdhimbjen edhe mungesa edhe e ushtrimeve aerobike që shumë njerëz nuk mundën me ndërdirë se thonë çka ka lidhje ecja me qafën, po të këto raste është vërtetuar me shkencë që ndikon shumë të përkatësimi i kokëdhimbjes nëse je i dehidruar edhe nëse nuk del hiç me hec. Në çet formë na si fizioterapeut, roli jonë nuk është vetëm fizikisht me trajtu pacientin, por na i shohim këto sene të stilit jetës edhe edukojna pacientin sakt që çka me bo, që ai menaxhimin e smundjes me pas sa më të lehtë. A jemi çfarë ham? Po, pyetje shumë e mirë, definitivisht ushqimi ndikon sidomos te moshat e shtyme, dihet që diabeti dhe smundjet e tjera mundën me shkaktu simptomat ngjashme neurologjike, inflamatore të smundjet e ndryshme. Andaj duhet shumë me pas kujdes në ushqim. Nuk është domosdoshmërisht që vjen gjithçka prej ushqimit dot, po definitivisht është një prej faktorëve që kish me përkeçu ose me përmirësu gjendjen në varet se çysh vepron pacienti në këto raste. Hernia diskale, një problem që është i përhapur. Mos them në mas, mirë po është i përhapur në vendin tonë. Diagnozë për të friksuar apo diçka që menaxhohet normalisht? Hernia diskale është një problem shumë serioz. Po jo çdo herë çka tregon rezonanca është ajo se çka ka trupi. Po. Në këto raste trupi tregon më shumë se vetëm rezonanca magnetike. Te çdo profesionist shëndetësor bëhet një ekzaminim neurologjik për me pas sakt. Shumica e hernive diskale në fakt janë asimptomatike. Nuk japin simptoma. Nuk japin simptoma dhe din me qenë shumë edhe gjetje incidenciale në këto raste. Pacienti ka një dhimbje jo specifike, edhe kemi si popull një shprehi shumë të keq që me shku me bo një rezonancë vetë, pa udhëzimin e specialistit. Atëherë, çka ndodh? Pacienti e bën rezonancën, patjetër që 90% njerëzve kanë herni gati diskale, po është interpretuar ndoshta gabimisht, edhe shumica e pacientëve që bojnë rezonancë magnetike pa rekomandimin e specialistit e kanë një prognozë shumë të keqe. Se çka ndodh? Pacienti e bën një rezonancë magnetike, i lexon aty do fjalë degenerative, hernia, kjo, edhe ai frikohet shumë se mendon që kjo e fundi botës, shumë pas ka dalë mu shpina keq. Po për atë arsye, më i saktë është vlerësimi mjekësor se vetëm rezonanca magnetike. Rezonanca magnetike është pjesë e një puzzle-it shumë të madh. Këto bëhen bashkë edhe vjen deri te diagnoza.
njerëz që kanë bërë rezonancë magnetike kanë pas më shumë paaftësi, kanë marrë më shumë pushim në punë, edhe pse simptomat i kanë pas jo specifike ose të ngjashme me pacienta që realisht janë trajtu vetëm pa rezonancë me ne, po du me thekë që në rastet ralla rezonanca magnetike shpëton edhe jetën e pacientit, po duhet me ditë kur mu apliku. Nuk është mirë me bo vesh. Ku duhet të drejtohet një pacient nëse ka simptoma ose ndjen dhimbje të shpinës tek mjeku i përgjithshëm, tek një fizioterapeut apo tek ndonjë neurolog? Na si fizioterapeut, se pacienti i parë që mundet me ardhë direkt te na, është pacienti me dhimbje të qafës, shpinës, dhimbje që na i quajmë jo specifike. Këta janë 95% e popullatës. Dhimbje sipërfaqësore? Po, se këta pacienta na jemi sipas udhëzimeve ndërkombëtare, na e bojmë një vlerësim klinik, e shohim që nuk ka flamuj të kësh për trajtim tjetër, edhe fillojna me trajtimin, edhe si thuhet edhe në udhëzime ndërkombëtare thotë treat and watch. Trajto, shiko se çka po ndodh me pacientin. Na e vlerësojmë pacientin gjithmonë, edhe nëse ka nevojë e referojna me kohë te neurokirurgu, te neurologu, te ortopedi, te reumatologu, edhe pacienti e merr sa më shpejt shërbimin më të mirë edhe më të shpejt të mundshëm. A keni pacient që vin me një udhëzim të mjekut përgjithshëm? Fatkeqësisht jo. Po ka filluar me ndru për arsye se nuk është edhe shprehi, nuk është faji të mjeku i përgjithshëm, është edhe faji i njerëzve që nuk shkojnë te mjeku familjar, po direkt dojnë pa specialistin. Unë mendoj që ka raste ku mjeku familjar mundet me menaxhu situatën edhe shumë më mirë se një specialist, se specialistet kur i vjen pacienti, ai thotë që okay, unë qenë ka dera e fundit, pse ka ardhur të ënë, i lyp shumë analiza që ka mujt mjeku familjar me një terapi nëse ka pa që po përmisohet edhe nuk ka shenja që janë që shqyta më herët red flags, ka mujt mu kursy edhe sistemi shëndetësor me fizioterapi edhe mjeku familjar. Në shtete tjera kjo ka fillu me ndodhë, po edhe të na është të ndryshu për të mirë në këto aspekte. Unë jam në kontakt me shumë mjek, ata kanë fillu për shumë smundje me sugjeru fizioterapin, se kanë pa që edhe çfarë do shërimi që e bojnë të pacienti, nëse pacienti nuk e ka kthy funksionin, nuk u kthy në aktivitet fizik, ai prap ka me u kthy mrapa dhe s'ka me pas sukses afatgjatë. Thatë që nuk jeni kundër dhënies barnave. A jep një fizioterapeut barna? Jo, nuk jep. Përgjigje saktë. E shkurtër dhe saktë. Mirë, do doja që të kaloja tek dhimbja e shpatullës, e cila nëse zgjat me muaj, edhe ne mendojmë që për një afat shkurtër kohore kemi kaluar dhimbjen, ajo prap rikthehet, prap kalon, prap rikthehet dhe ne nuk bëjmë asgjë. E rrezikojmë veten. Dhimbja e krahut është një prej dhimbjeve më interesante, për shkak që aty ku dhem shpesh mundet mos mu kanë probleme. Në këto raste mundet mu qenë një referim prej qafës, që e shkakton një mpimje të krahut, një lodhje. Këtu e kemi një rrjetëzim të nervave? Po, në këtë pjesën këtu? Thonë nervat që dalin prej qafës edhe e formojnë një pleksus që e quajmë na, ato i nervojmë edhe pjesë të tjera të dorës, do më thonë na mundë me pas dhimbje të krahut, të shpatullave, ndërsa referimi më konë për qendrës të boshtit kurrizor. Nervore. Po, nyja e krahut dën një vlerësim shumë të mirë, sepse nyja e krahut stabilizohet shumë prej muskujve. Për çet arsye, mundesh me pas edhe shumë probleme tjera, që janë tendinopatit, e ndryshme, apo problemet me lëvizjen e krahut. Edhe kjo tash mundet me thonë që quajmë na lëndim i krahut poshtë, do të thonë lëndim më qendror që
kërkon një ekzaminim ortopedik edhe 97-8% rasteve trajtim me fizioterapi. A flasim për një tromboz apo thjesht për një smundje lokale? Jo, një smundje lokale. Okej. A mund na përkeqësoj palestra, gjimi apo domethënë to servitjet që ne i bëjmë, domethënë që njerëz mundohen t'i bëjnë pa e pasur një trajner personal, thjesht me rekomandimet ose me ato që ata i din vet. A mund ta ndëmtoj trupin tonë? Fitnessi mundet me të ndëmtu nëse peshat janë të çu ty e ti si e të i çu peshat. Okej. Po ne mundohemi. Po nëse ti e ki kontrollën e peshave, unë nuk besoj që mund është mu lëndu. Po nëse egoja e kalon kapacitetin tën, atëherë ki mu lëndu, pa tjetër. Po unë e mendoj... Edhe ka raste tilla. Ka raste shumë, kam shumë pacienta që ushtrojnë fitness që kanë dhimbje. Njëna prej arsyeve është që nuk din me menaxhu ngarkesën mirë, plan programin e ushtrimeve e kanë gabim. Po shumë njerëz mendojnë që forma e gabume i bën njerëz mu lëndu, realisht është veç menaxhim shumë i dopt i ngarkesës. Domethënë kanë qu deri sot 5 kg, një ditë tjetër kanë fillu me 20. Kjo është një 4 fesh ndryshim. Atëherë na do të me çujt me bën fitness diçka që i thonë progressive overloading, domethënë me ngarkesë progresive dhe jo ngarkesë të menjëhershme të peshave. Shumicën e rasteve për neve nuk është misioni me ndalë fitnessin. Të na është misioni sa ma shpejt me kthy në fitness pacientin, se aty e mbron shëndetin e vet mas shumë të pejgati çdo smundje. Edhe shumë njerëz mendojnë që kur e kanë një lëndim fitness edhe vinë te fizioterapeuti duhet me ndalë fitnessin. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Na nuk e ndalim fitnessin, na i ndalim disa ushtrime dhe i shtojmë disa tjera për me rikthy në stabilitet. Domethënë e menaxhojnë në këtë rast pacientin shumë mirë, edhe ai nuk e bën një atrofi të muskujve, nuk e humb këtë atë kapacitet që ka bu me vite me ndërtu. Shumica e pacientave që kanë lëndime të fitnessit trajtohen gabim. Nëse ju dyshoni tek një pacient që me të vërtet ndoshta e ka dhe psiqike anën e dhimbjes të shpinës ose të muskulit dorës ose domethënë a i thoni pacientit që ta bëj një ushtrim të vogël, ndoshta me ngritje një peshe apo me uljen në qëndrimin 90 do të me pas... Domethënë, cilat ushtrime i bëni ju që vini tek ajo pikë që po me të vërtet ose jo, nuk qëndron ajo se çfarë thot pacienti. Do të me pas shumë kujdes çysh interpretohet kjo. Na jem fizioterapeut, edhe po ka pacient që frikohen shumë pe lëvizjeve. Këta na duhet me largu. Frika është diçka që amplifikon dhimbjen shumë. Këta duhemi me largu te pacienti gjithçysh. Po shumë shpesh pacienti snihet i gatshëm me bën një lëvizje. Atëherë na do të me hulumtu pse? A është vërtet bazë mendore apo nuk e ka kapacitetin pacienti? Se shumë shpesh den me qenë edhe e kundërta. Normal që ki frikë me bo diçka kur nuk e ki edhe aftësin. Domethënë me një rikthim gradual, me një siguri që na e japim pacientit, pa tjetër që duhemi me kthy këtë funksion të plot shtyllës kurrizore. Për ndryshe pacienti gjithmonë ka mu konë një varën prej neve edhe pej banave. Blend, duhet ma shpjegosh një fenomen që unë e shoh shpesh në rrjetet sociale dhe që bëhet shtrëngimi i kockave. Domethënë kur një person nga mbrapa e shtrëngon një person dhe i kërcasin kockat. Çfarë në të vërtetë është kjo dhe a rekomandohet? Kjo nuk rekomandohet vetë me u bo. Njëna prej probleme më të mëdha është se kiropraktika apo këto manipulime mësohen lehtë, po nuk ka mjaftueshëm shkollë se sa nuk duhet me u bo. Domethënë, unë kur e kam kry këtë shkollën, këtyne manipulimeve dhe herën e fundit që e kam pa instruktorin, i kam thonë nuk po mëj me apliku të shumica e njerëzve. A im ka thonë, okej, tash e pas ke kuptu për një mes se çka duhemi me bo. Se këto e ndërhyrje që vetëm përkohësisht e lirojnë pacientin edhe kanë shumë kontrindikacione.
Unë jam shumë i sigurt që këto metoda po aplikohen pa një vlerësim duan të pacientit. Përndryshe, unë mendoj që të paktën klinikën ku punoj përmi 60-70% të pacientëve nuk duhet heq me i bo këto teknika. Që për shembull na po mundëm me bo një lëvizje, po mundëm me rrotullu kokën anën e djathtë, po mundëm me rrotullu kokën anën e majtë. Ka njerëz që nuk është arsyeja pse s'mundën me rrotullu kokën në dy anë. Në dy anë, po ka njerëz që ka nevojë për stabilitet, nuk ka nevojë për mu zgjat, mu tërhek, me lëviz hala ma shumë, ndashta ka nevojë për të këndërtën. Ndashta ka histori mjekësore që absolutisht janë kundër indikacion për aplikimin e këtyne metodave. Atëherë unë mendoj që është thik me dy teja kjo, domethënë varet se çysh përdoret. Edhe tek cile. Edhe tek cile, po, ama duhet nëse fizioterapeuti nuk ju ka kontrollu për të paktën 10 minuta para se me bo këto, atëherë nuk je ndurë sigurta. Ne më herët e diskutuam punën e dhimbjes së shpatullës, por hajde ta diskutojmë pak punën e dhimbjeve të komplet trupit. Po. Pse disa dhimbje herë largohen dhe herë domethënë rikthehen sërish. A duhet të shqetësohemi apo janë thjesht çështje muskujsh dhe nervash që janë kalimtare dhe varet nga procesi dhe stili jetës që ne kemi? Varet shumë për stilit jetës, po nuk kam qef me i thonë pacientet e ki veç prej muskujve, e ki veç prej kësaj, po duhet me pas shumë kujdes se qysh për e interpretojnë dhimbjen. Ka dhimbje që mundën më konë shumë serioze, ka dhimbje që nuk janë serioze, për që ta vyrë një vlerësim shumë i saktë kur pacienti ka dhimbje, se është një sinjal për mu interpretu sakt. Në qëtë aspekt duhet me punu. Kur dhimbja gjatë aktiviteteve të përditshme, që është ulja, ngritja, vozitja, domethënë bëhet si sinjal alarmi. Kur këto dhimbje, domethënë që ne duhet patjetër të drejtohemi një profesionisti apo një mjeku të përgjithshëm. Nëse po ki dhimbje të qafës, kufizim të lëvizjeve, dhimbje të shpinës, të dasht më qupe i karrikës, të dasht më ullë, të dasht më përkull, në kerë të nejtë, këto janë shenja që duhet patjetër me vizitu fizioterapeutin, se kemi mungesë të funksionit. Nëse ti nuk mundesh më ullë, më qu, me kap diçka prej tokës, nuk mundesh me lëviz lërshëm, atëherë patjetër duhet me kthy funksionin e trupit në gjendje normale. Po cilat janë trajtimet që i përdorni në klinikën tuaj, që janë më të zakonshmet, apo nga ato që fizioterapeutët e tjerë nuk i praktikojnë dhe ju në fakt i praktikoni, sepse unë kam dëgjuar që ka dhe trajtime që njerëzit mendojnë që janë që i bën domethënë vetëm një specialist, mirë po ato mund t'i bëjmë dhe në përditshmërinë tonë, në shtëpitë tona, apo me familjarët tanë, domethënë që na ndihmojnë një ngjeshje të pjesës së shpatullës, të qafës. Trego se çfarë dalloni ju nga masazhet apo nga trajtimet tjera që i përdorni në klinikën tuaj? Shumë pyetje e mirë. Për shembull, si fizioterapeut, na nuk e shohëm trupin vetë si një muskull që e ki të bllokum. Trupi ka shumë sisteme, cilat fizioterapeuti i njeh. Na e përcjellëm edhe po mundom që ule mirë në karrike, se dhe qëndrimi jonë mbi 30 minuta nuk është në rregull. Do të mundru pozitat ko paskashme. Po nuk mundet fizioterapia me konë vetëm masazh. Mas pari shkollat e terapisë manuale janë ndryshme, edhe janë trajnime shumë serioze që duhesh me i kry. Edhe pse duket si një lëvizje e vogël, po shpesh herë për dallim për njerëzve tjerë, fizioterapeuti aty ku dhem ty, ai trajton ty dikon tjetër edhe lirohet që ajo dhimbje që te ke pas, për shembull nëse e ki ti dhimbje në kam, na nuk e trajtojnë kamën, e trajtojnë dikon tjetër që ajo dhimbje me u liru. Nuk është vetëm trajtim muskular. Ka trajtim që bëhet me mobilizime, ka trajtime neurale, na për shembull dhimbje me
ushtrime specifike dhe me teknika specifike me lëviz vetëm nervin, di me kthy lëvizjen kur është diçka e nyjës, për shembull e nyjës qafës, e nyjës shpinës. Janë disa teknika shumë specifike që nuk mundesh me i ditë, jo veç fakultetin me kry, po dësh hala edhe mas fakultetin me kry edhe trajnime tjera ndryshme për me i mësu këto, edhe që merr një kohë shumë gjatë edhe shumë edhe të kushtueshme të njëjtën kohë, edhe vyn edhe shumë disiplinë me i praktiku, mos me i harru. Domethënë durt e fizioterapeutit nuk je veç një muskull. A janë të buta durt e fizioterapeutit? Varet. Duke ti parë duart. Jo. Nuk janë. Po durt e fizioterapeutit jeni të sigurt, për arsye se na e bojmë që të vlerësimin e sakt, e dim se çka jemi të bo, në qëtë aspekt dallon shumë prej njerëzve që janë jo profesionist, se fatkeqësisht në fushën tonë është shumë lehtë, në fushën e dhimbjeve është shumë lehtë me qenë mashtrues. Për arsye se ka raste ku një dhimbje kalon edhe vetë, edhe pacienti ja lën fajin ose ç'sh me thonë më me thonë fajin për të mirë profesionistit të fundit, realisht kjo veç ka qenë procedura e smundjes që ka përfundu. Do më thonë, thot, kom provu këto, aty në fund shkova të njoni, edhe më rëzaj, më boni diçka krejt, më prekit e gishti, më kalej atje, edhe këto, kjo është veç një trajtim placebo, që është shumë i vërtet, që më në të mendodh, ose është një timing bias, na e quajmë, është veç koha ka kalu që ty të ka ardhë koha e problem, ai inflamacion që e ka luftu trupi vetë, edhe ti tash i mirë, edhe i përket faji profesionistit fundit. Për që të arsye, kemi shumë mjekësi alternative në Kosovë, se edukata është pak ma e vogël të, po thëmë vështë e moshat e shtyme, se moshat e reja lexojnë shumë, edhe mundën më ra prej e që ty në manipulimeve, se në këtë rast edhe ai që aplikon, edhe ai i beson vetës të thotë, wow, i kaloj, po adin nuk e kupton pse. Gratë shtatzëna mbartin me vete një rëndesë. Dhe unë po besoj shumë, duke i kaluar dhe vetë 2 shtatzani, që kemi nevojë për një trajtim fizioterapeut në atë periudhë kohore, në të mujore. Po. A e praktikojnë të në Kosovë? Ka fillu më praktiku gjithmonë me rekomandim ginekologët, edhe gjithmonë vetëm me terapi shumë specifikume për gratë shtatzana. Ka shumë sene që nuk bën me i bo. Njona prej pyetjeve që fatkeqësisht na dumi me ditë se a e kemi pacientën që e trajtojmë është të planifiku familje ose a është në këtë rast shtatzan, se ka shumë trajtime që nuk bën me i botë e gratë shtatzan. E keni fjalën para se të vi një pacient tek ju, paciente. Kjo mund të mendoj. Pyetja e parë është planifikimi. Nuk është pyetja. Apo jeni njëra ndër pyetjet. Okej, për ta marrë anamnezën. Po, nëse dy shohet është mirë me ditë, të paktën adin nëse ka probleme sidomos me pjesën e shpinës, a është shtatzan, për arsye se ka shumë terapi që nuk guxon me i bo një gru shtatzan. Këto janë disa prej metodave se qysh duhet me punu në mënyrë profesionale, edhe pse të na është pak nashti tabu me bo një pyetje shumë serioze, po pa tjetër që kjo është një pyetje shumë normale, sepse ju duhet dini si fizioterapeut se qysh të ndërhyni tek pacienti duke i ditur gjithë historikun e gjendjes aktuale të trupit, po edhe historikun e mëparshëm se cilat problemi ka kaluar. Unë personalisht e kërkoj mendimin e ginekologut që e përcjell rastin gjithmonë para fillimit të fizioterapisë, se ai e din mas miri se kur është koha, ndërsa na e vendosëm se çfarë lloj terapie bëhet. Sugjerohet shumë për shkak
të peshës, për shkak të harkut, për shkak të pozitave jo të mira. Edhe punë, se punojnë, gra qatë zëna punojnë. Po, punojnë deri gati në momentet e fundit, që nuk është as pak e lehtë. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Na kap gërçe në gjumë, në det, apo ku e dio, në rrugë, sepse zakonisht në gjumë ose në det praktikohet më shumë kapja e ngërçit, sidomos tek pjesa e pulpës të këmbës apo te gishtat e këmbës. Si të reagojnë, doktor? Në këto raste, nëse ndodh shpesh, vyn me bo një vlerësim mjekësor, me pasë pse po vinë këto probleme. Nëse e keni diçka si të shpesht, është mirë me bo një konsult, mundet me pas shumë arsye, prej ngarkesave muskulare deri te mungesa e elektroliteve, po shumicën e rasteve janë disa pozita që na zakonisht nuk i bojmë, edhe zakonisht kur e bën atë pozitë ose atë ngarkesë, muskuli e mbron veten me këtë farë ngërçim për shkak të mbi ngarkesës, qoftë një pozitë jo të favërshme për muskulin edhe mundet me ndodh shpesh, po arsyet janë ndryshme në këtë rast. Dhe në momenti që na kap ngërçi, unë nga prindi e kam marrë si rekomandim, si udhëzim, jo nga mjeku profesionist, po flas kështu, një gjilpër të vogël e shpon jo tek pjesa ku ka kap ngërçi, më lart. Më lart në mënyrë që të lirohet muskuli. A është e saktë kjo si praktik? Jo, nuk është evident. Ose ta pickosh me gishta. Pickimi është tjetër çka dhe zgjatja është në inhibim e atine muskujve që kanë shtangim këtë rast, po ajo teknika me gjilpon nuk është e preferueshme në bazë të shkencës edhe mjekësisë, po shumë njerëz mendojnë që ju ndihmon. Është mirë që të tregojmë njerëzve që nuk është e preferueshme dhe nuk bën që të praktikohet. Janë disa praktika që ndoshta funksionon, po nuk janë të bazuar në evidencë ose në shkencë ose të rekomanduar pe direktivave ndërkombëtare si trajtim. Po, dhe kur e mendon nga ana logjike, ajo gjilpër mund të ketë bakterie dhe ty në organizëm, mund të shkaktojë edhe probleme të tjera. Njëna prej mënyrave se ka ardhur deri te trajtimi i pacientëve me gjilpona, qoftë muskuj, kodamin, ose kjo ka qenë se me një kohë dy mjekëve me një katon dikon ju kanë mungu ilaçet, kjo ka ndodhur jashtë vendit, ju ka mungu me sa di njëna prej barnave që jepët qatën muskull për me ul dhimbjen. Edhe këta dy mjekë kanë thonë, okej, pe jepëm vetëm gjylponën, edhe s'po ju tregojnë pacientëve që nuk është ilaçi aty, edhe rezultatet janë konë gati se të njëjta. Edhe këta kanë thonë, okej, pas kanë ndiku gjylpona, shpickimi, po kjo nuk është shumë, as kjo nuk është si metodë shumë e bazume, edhe shumë metoda tjera që edhe na mundëm me i përdor, kanë efekt afatshkurt, edhe duhet me ditë qyshme u interpretu, mos me kriju varësi. Fatmirësisht, shqyr që ne jemi gjatë gjithë kohës në një sistem të marrjes informacioneve dhe teknologjia, avancimi edhe i informatave në shëndetësi po merr një hov të madh, kështu edhe teknikat po vinë çdo ditë më të reja dhe më specifike në mënyrë që t'ua lehtësojnë edhe juve si profesionist ndihmën që e jepni tek pacienti. Teknikat në fizioterapia si fush është e bazuar në shkencë. Çdo teknikë që për momentin po flasim deri sot, çdo teknikë tjetër nuk është e bazuar në shkencë sa fizioterapia. Fizioterapia në çështjen e dhimbjeve kronike është një prej trajtimeve më të vërtetuar shkencëtarisht. Për arsye se e bën një vlerësim paraprak që është shumë mirë i bazuar, për shkak se jemi si profesion i vjetër, domethënë edhe pse jo që shumë kohë, po e bën një vlerësim të saktë paraprakisht, e bën një trajtim që ma herët është vërtetuar që funksionon shumë. Edhe rezultatet më afatgjata për çështjen e dhimbjeve kronike zgjidhen me fizioterapi.
Cilat janë 3 simptomat, më thuaj vetëm 3, që duhet pa tjetër dhe janë shumë të rrezikshme sipas jush dhe duhet pa tjetër të trokasim tek dera juaj? Shumë pyetje e mirë. Nëse ki pas histori të mahershme të kancerit, mos hajde direkt te fizioterapeuti nëse ki dhimbje, po bëje një kontroll specialistike te mjeku, ose që e përcjell gjendjen tonë, ose që te mjeku specialist. Nëse ki dhimbje natën, nëse dhimbja peqen, edhe pse din me ndodh najher, nëse dhimbjet natën, edhe këto nuk janë për shajave të mira. Humbja e kontrollit urinar, apo defekimit, humbja e forcës, këto janë shaja që absolut nuk është first line, linja e parë, fizioterapia, po ekzaminimi i sakt. Në këto raste e shpëton pacientin specialisti, rezonanca magnetike, ekzaminime tjera. Nëse gjithçka dhe në rregull, vetëm atëherë fillohet trajtimi me fizioterapi. Po nëse i keni këto shaja, absolutisht duhet me vizitu specialistin. Po nëse i kanë shenjat për fizioterapeut, cilat janë ato? Shenjat më bazike janë më thjeshta janë dhimbja e qafës, dhimbja e shpinës, dhimbja e krahut që nuk përhapet, nuk është ndjesi djegje, pickimi. Domethënë prap se prap, edhe nëse vini në fizioterapi, nuk bëni gabim, po në fizioterapi nuk filloni me fizioterapi, filloni me ekzaminim klinik. Se shumë pacienta thirrin të na dhe thojnë, pedu një termin në fizioterapi me ardhë, po s'ku më trajtu, po du me bisedu njëherë. Na e tregojmë, po, normal që njëherë kena me bisedu, nuk fillon me njëherë me një trajtim, po na do të me këshyr se ku është problemi. Nuk fillojna veç shtrijo edhe ku po të dhem që të na e shtypëm edhe disa rryma edhe u kry. Dhe me thonë, po, dallon shumë është një proces që kur e pranoj pacientin për herë të parë, realisht na merr shumë kohë dhe unë ju tregoj e organizoj me stafin që mos me pas në qatë kohë shumë stres, po me pas kohën sa ma të mirë me pacientin që mu siguru që pe bojna referimin në kohë dhe pe bojna trajtimin sa ma duhen. A i shohim ne si shoqëri qendrat e fizioterapeutëve apo klinikat si qendra masazhi? Fatkeqësisht që mundëm me i pa, po ka fillu me ndryshu shumë kjo. Mundëm me i pa, po definitivisht në ordinanca serioze shihet se çka është ndodh aty dhe çka është bo aty, edhe besoj që pacienti e ndin veten të sigurt në duart tona. Pra dallimi qëndron tek qendrat e masazhit dhe klinikat nga momenti pritjes e ekzaminimit të pacientit dhe deri tek trajtimi, kurse qendrat e masazhit janë fizioterapeutit rehabilituese. Po, fizioterapeutit tash studion për 4 vite, 6 muaj i ka stazh. Po, dallimet janë të mëdha, po. Tani unë mendoj që pa pas përvoj pune nuk mundesh me bo kur gjë. Për mu licencu si fizioterapeut dosh me marrë kredi çdo vjet, çdo 5 vjet ki mu licencu pe jodës, nëse ki ordinancë ki mu licencu pe Ministrisë Shëndetësisë, dosh me pas kontrata të stafit, kontrata të vetës, trajnime të vazhdueshme, dosh me pas shumë kushte. Edhe gjoja e fundit që dosh me bo është me shku të një klinik ose të një mjek alternativ se të paktën të një klinik e licencume je deri dikun i mbrojtën rreth shëndetit edhe në bazë të shtetit me një farforma. Edhe mos të harrojmë dhe një çështje, më përmirëson nëse jam gabim, nëse pacienti kalon një operim. Po. Dera e parë mbas operacionit është rekomandimi tek një fizioterapeut, apo? Po. Nga specialisti. Kjo gjithmonë shkon
në rekomandim të specialistit, se specialisti edhe operatori ai e ka hap pacientin, ai e din çka ka shtrëngu aty, ai e din çfarë shtrafi e ka qitë, e din çfarë peje, qysh u hap, se shpesh pacientët që nuk janë kanë herë të kënaqur ndihmë na kontaktu neve direkt edhe thojnë a duhet me on fizioterapi, fatkeqësisht duhet bashkëpunimi fizioterapeut edhe kirurg mu konë absolut në këto raste, në një linë. Nuk mundëm me I pas dy mendime ndryshme, për ndryshe ai që ka me pësu është pacienti. Duhet protokolli me qenë I kirurgët, se ai e den se A planoni pacient nëse nuk e merr një rekomandimin një kirurgu? Unë personalisht nuk e pranoj edhe më ka ndodhur edhe shumë shkurt me pas një pacient që sipas protokolleve ka nevojë për fizioterapi, kirurgu ka thonë jo. Atëherë unë nuk mëj me ditë se çka ka ndodhur mrena në operacion, ndoshta kirurgu hala e ka derte ndikon tjetër, dën me ju shëru kocka, dën me ju kap mirë shtrafe, ose operimi që e ka bo edhe ai nuk është I sigurt për fizioterapi, atëherë unë pa bashkëpunu me këta nuk me marr pacientin. Një fizioterapeut mendoj që çdo fizioterapeut e ndoshta kish fillu me këtë pacient se adin ish habit nëse pacienti se kish nda këtë informacion, po as kjo nuk ja jep drejtën edhe kirurgut me ta bu t'i komën ose dorën ose betën pa fizioterapi me ndodh, po duhet me komuniku, mu më ka ndodh personalisht, e kemi thirr mjekun, ose I kom shu një raport që ka diskutu me kirurgun, dhe mas nena është marrë vendime. Unë mendoj që bashkëpunimi është kritik, për ndryshe nuk besoj që mundet me pas sukses nëse do të vazhdojmë vetëm me njënën anë. Si, do më thënë, nëse një person ka djegje pickime të pjesës së shpinës, a mund të vi tek një fizioterapeut për ta marrë përsipër rastin edhe trajtimin e pacientit, apo njëri rekomandonin tek një neurolog e më pas nëse me rekomandim ti mund të vite tek ju. Si qëndron kjo pjesa e djegjes së shpinës ku shumica prej nesh e përjetojmë për shkak të qëndrimit ulur dhe punës që bëjmë 8 orë në ditë? Nëse kemi veç një dhimbje të shpinës, se zakonisht djegjet më të shpeshta, po flas për 95% rasteve janë të krahut, dorës, edhe të komës mrapa, siç e tha më herët, irritimi I nervit sciatik. Nëse është dhimbje referuese na vyn në ekzaminim shumë I sakt, po nëse është një dhimbje e shpinës, pa shenja neurologjike, zakonisht fillohet me fizioterapi. Po gjithmonë vendimi merret në bazë të kontrollës nga afër që ja bojmë pacientit. Shumë shpesh njerëz të bojnë Google simptomat që I kanë, po ChatGPT dhe Google nuk mundet me ditë se çysh ti je të interpretu se çka ki ti. Nuk është human. Po, për shembull, njerin që ka e dalën pej kafshës dhe pej robotit është se na mundë me ditë se çka po mendon ti. Në këtë rast nuk mundet hala inteligjenca artificiale me bo ekzaminimin e sakt, po e përafron shumë. Në fakt mu ma ka bo punën ma të lehtë, se vjen pacienti thot, po mënoj mos e kam qëta, po mënoj mos e kam qëta, po mënoj, thëm okej, qëto 3 janë serioze, qëto 2 heke se kërkas është, adin që kjo mundet më konë, hajde të këshyrëm. Adin e përafron shumë një diferencim simptomave. Po, për shembull, qyshe interpreton ti, ju nuk jeni mjek që me ditë qysh me jep edhe inputin. Sakt. Ne mund t'japim thjesht simptomat që ndjejmë, ato që ka përjetojmë, edhe frikën, sigurisht ne e transmetojmë dhe frikën tek mjeku. Dhe prandaj është dhe roli juaj që ta keni dhe rolin e psikologut. Sakt, në këtë rast na e kuptojmë në bazë të inteligjencës emocionale se çka mundet me ndodh me pacientin këtë rast. Po jo vetëm atëherë. Na prap e bojmë një ekzaminim
rutinor gjithçysh me pa çka nëse e ka qëta, hajde të kontrollojnë çysh duhet pacientin që mos me lënë asnjëherë keq për trajtimin më të mirë sa më të shpejt. Blend, a ka ndonjë kohë se sa mund të zgjas një seancë terapeutike apo varet nga lloji i problemit që ka pacienti? Jo, kohë nuk ka. Mundet me zgjat më shumë, mundet me zgjat më pak, varet krejt pej problemit. Një pej sfidave më të mëdha që kena në klinika private është kjo. Unë mendoj që duhet mu vlerësu veç puna, sa më shumë. Se ti mund është me nejtë dikon në 2 orë mos me bo kur gjo, po dikon me 40 minuta mund është me pas një rezultat shumë të mirë. Është e vërtet që seancat realisht në Kosovë janë më të gjata se në shtetet e tjera. Gabimet më të mëdha që bëhen është terapia çdo ditë fizikale. Terapia çdo ditë fizikale është mashtrim. Çka bën? Me 10 seanca çdo ditë për 2 javë, a e ke ndryshu jetën e pacientit diçka? Jo, veç ke bu një terapi, është në shef dhimbta, është në zë, është fërku pacienti, kur çfarë diferencimi nuk i klinik. Nëse pacienti është me nevoja të veçanta, nëse pacienti është i palëveshëm, ajo është tjetër çështje. Atë shkoj me fizioterapi edhe 2-3 herë në ditë. Po nëse kemi një dhimbje jo specifike, një herni diskale, një tendinopati, që një dhimbje koke me prejardhje prej qafës, këto janë simptoma që marrin me javë, me muj mu trajtu. Nuk do të me shti pacientin terapi çdo ditë. 2 herë në javë, maksimumi 3 herë në javë, edhe ka terapi optimale 1 herë në javë, 1 herë në 10 ditë, po do të me pas qëllimin funksional mrapa terapia. Po të na, fatkeqësisht, hala ekzistojnë terapit çdo ditë. Po, dhe është mirë që u tha kjo sot, në mënyrë që edhe opinioni ta di se terapia e vazhdueshme 2 javore nuk e zgjidh problemin, e fsheh atë. Sakt. Pyetja e fundit që dua ta bëj, edhe pse unë zakonisht i marr këto ajkën e marr në fillim, mirë po për ty e lash në fund, pse zgjodhe fizioterapinë? Realisht, unë kur kom qenë më i ri, e kom do shumë performancën sportive, edhe gjithë e kom menu vetën të marrë me sport. Pastaj kom pas një karrierë shumë të shkurtë si specialisti performancës fizike, kom punu me sportista. Po mas një kohë kom pas që po kanë lëndime, edhe kom qenë shumë i ri, kom pas fatin që kom prind shumë suportus, edhe ka qenë ideja e prindet me më thonë, hej, pëse s'pe shep pro fizioterapinë, se unë i kalzova, thash, së du lëndu një lojtara, dhe në shumë kesta, më nësh me shumë fizioterapi edhe me trajtu, thash, se pas na menu, edhe edhe qita ma herët. Po, në bazë të përvojës, e kom pa që ka shumë njerëz me dhimbje, edhe e kom pa që muj me ju ndimu shumë, edhe jëm përafru ma shumë të trajtimin e njerëzve me dhimbje kronike, që është punën që e bëj tash. Nëse jo fizioterapeut, cili do të ishte opsioni i dytë? Në pikën ku jem, bashkë fizioterapeut. Moj me bo diska tjetër, mo qatë shumë e kom bo që të punë, nuk kisha mujt, e kisha konë i humbën, kështu kom punu gjithë shka, prej fmi, edhe në gjdo punë e kom bo, prej ndërtimtarisë, deri të IT-je, krejt i kom provu, për që ata kom aftësi shumë të mira me njoft pacientin, se e di çka është me najt ull, e di çka është me punu fizikisht, e di çka është me hecë shumë, e di çka në kom, i kom provu paka shumë krejt profesionet ka një muj 2, edhe di shumë mirë me njoft natyrën e shumë punëve të njerëzve që ma bën punën dhe kontaktin shumë atletë. Si shtot populli, po ma din dhimbjen. Po, për shembull në ordinancën tonë, tash nashtë është pak keq me ndo, ne i bojmë trajtimin e fëmijëve me skolioz. Po ndërsa kolegën që e aplikon
këtë terapi në klinikën tonë, ajo vetë është me skoliozë. Edhe trajtimi është shumë i ndryshëm se ajo kupton, ajo ka lind me qatë problem, nuk e ka marrë trajtimin e duhur me kohë, ajo e kupton dhimbtën e pacientit në qatë raste. Sidomos fëmijë e kupton shumë më mirë, se është çështje shumë e ndihshme, i afekton vajzat më shumë, andaj kam menduar që në këtë rast është më mirë të me qenë një vajzë që e kupton moshën e adoleshencës, që edhe vetë është pak e re, domethënë çfarë formë ka funksionuar realisht trajtimi shumë më mirë se në fizioterapeut. Dhe bërë mirë që e the. Po, fizioterapeuti e ka domethënë një mendje shumë kreative, dur shumë kreative, ka shumë disiplinë punë, po ka edhe shumë mençuri. Domethënë në njëjtën kohë ne jemi edhe fizikisht edhe psikikisht, domethënë shumë të përballë. Dhe kushdo që e ka një problem të tillë, lirisht të drejtohet tek klinika juaj dhe tek kolegja që e bën trajtimin dhe i mirëpret pacientët e tillë. Po, e kupton definitivisht dhimbjen e tyre. Dhimbjen e tyre shumë më mirë dhe deri tash mendoj që fëmijët edhe prindët janë një shumë të mirë, janë një shumë të sigurt, ka pas edhe përmirësime. Kjo na pas edhe në mosha shumë të mëdha që njerëz që diagnostikohen me skoliozë si gjetje incidenciale vonë, sepse këto dy raste dallojnë shumë, se skolioza mundet me jep simptoma dhe mundet mos me jep simptoma. Domethënë edhe të rriturit shumë rritun gjendën me skoliozë dhe vinë të na, më i me thonë edhe pse i kanë për mi 25 vjetë gati të kajt, unë e pas në skoliozë. Po ka dalë se nuk është fundi botës. Që 25 vjetë e ki skoliozën edhe se ke ditë, po. Se ke ditë. Aden ti ndërtojna një herë, ti bojna në dësen e tjera një herë që duhet me i bo gjësysh, tani të këshyrëm qysh po ndronë situata, se ti ki skoliozë, po njëtën kohë ki shumë stres, je traumatizu, si e të lëviz, muskujt i ki krejt në gjëm pa aktivitet fizik, gjumin je të pi Red Bull para se me flajt, aden të ndrojnë anjerës që to, tani të këshyrëm qysh po funksionon terapia. Për këtë temë, ne do të bisedojmë sërish bashkë me kolegën tuaj, këtu në podcastin Shëndetin Rend Parë. Blend Betyqi, faleminderit shumë, që gjithët kohë për të ndarë gjitha informacionet që ju i praktikoni në jetën e juaj të përditshme dhe ne sot këtu përmes transmetuesve tonë dhe për t'ua treguar gjithë opinionit tonë që po na ndjek në këto momente. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi për mua. Shikues nderuar, ky podcasti Shëndetin Rend Parë, mbështetur nga United Hospital, ne do takohemi në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.